Laert Vasili dhe Gjesti janë përfshirë në debatet e ashpra në shtëpinë e Big Brother VIP. Ka qenë aktori që ka lidhur një moment me fen islame e më pas është kapur me banorin nga Kosova për alkool. Në videon e shpërndarë në rrjetet sociale, ai shihet duke kërcënuar në një formë Gjestin, duke i thënë se do të vi në mes të Prishtinës. Laerti, për këtë që the sot, do të vi mu në mes të Prishtinës dhe do e shohim se si do të jetë muhabeti. More vesh? Gjesti, janë nisi kërcënimet. Laerti, që të faktoj kush o ky. Gjesti, kujt i vjen në Prishtinë ti? Laerti, në mes të sheshi Skënderbeu. Gjesti, hajde të pres, jo në Prishtinë, në fshatin tim. Laerti, mashtrues që zë Allahun, be me shishe bire në dorë, mashtrues. Gjesti, kush ka bërë berejshëm? Laerti, ti zë Allahun kur ke shishe bire në dorë, alkool në dorë. Gjesti, Zoti ma fal mua, a nuk e mban veten me mend se je i pira? Laerti, nuk mbaj veten unë. Gjesti, mos më shti me fol për alkool, mos me fol këtu, boll më, të dy pim, ti e të pronë, unë e mbaj veten. Laerti, mbyllë sqepin. Gjesti, alkoolin mos e përmend, unë i pi 10 copa, ti 50 copa, s'ki të ndalur, ndale gojën. Laerti, hajde more hec, merrem unë me ty, boll o boll se na lodhe kokën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.